أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falenderojmë me falendrimet të cilat i meriton madhëria e tij. Allahun e madhërisëm e falenderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht me to na gëzon dhe na begaton. Sado që na e falenderojmë Allahun për këtë dhunti, përsëri falendrimet tona janë shumë më të vogla se sasia e madhe e dhuntive që Allahu me to na gëzon. Mjafton fakti se edhe vetë falendrimi për këto mirësi të Allahut është dhurat nga vetë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton adhurim veç Allahu dhe Dhul Gjelali, i cili është një pa rival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërishëm e vullosi vargën e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjet e tij të pastra të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi në ajetet e surës Al-Baqara, të cilat flasin për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, dhe jemi duke ndalur në këto sqarime të përgjithshme të këtyre ajeteve, pa kalu në pjesën e mësimeve dhe porosive që dalin nga këto ajete kuranore. Ibrahimi alayhi salatu wassalam, si pejgamber i veçantë i Allahut Dhul Gjelal dhe me rëndësi jetike në zhvillimet historike, ja vlen që të ndalemi dhe të flasim për te, po edhe nga jo që e shohim se Allahu i madhërishëm i ka dhonë një kujdes më të veçantë dhe i ka dhonë hapësirë më të madhe brenda Kur'anit fisnik dhe ajeteve kuranore që flasim për te. Andaj, edhe në këto ajete që i kemi lexuar fillimisht nga sura Al-Baqara, janë këto sqarime të cilat na ndihmojnë neve për të orientuar në jetën e kësaj bote. Shihni vëllezër, secili njeri ka qëllime të caktuara në jetën e kësaj bote. Qëllime materiale, objektiva në jetë, planet të zhvillimit, grumbullimit pasurisë, marrjes pushtetit, marrjes posteve, mirëqenjes, rahatis, komoditetit. Mirëpërkret këto janë shumë më të vogla se sa qëllimi për të cilin e ka krijuar Allahu Dhul Gjelal, e ai është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala dhe të qenurit robi i tij. Edhe këto porosi na duhet m'ia kujtu vetes shpesh, që sado që aripet mirave të kësaj bote, nëse ato më ndihmojnë në arritjen e këtij qëllimi të parë, elhamdulillah pa kufi. Mirë, po nëse krejt këto të arriturat e kësaj bote bën pengesë në këtë zhvillim tonin drejt qëllimit kryesor dhe primar të qenurit robi Allahu Dhul Gjelal, atëherë nuk duhet t'i gëzohemi atyre sukseseve dhe fitoreve, sepse realisht humbja është më e madhe se fitoria. E secili prej nesh e merr vesh se cila është objektiv me prioritet në jetën e tij në momentin e sprovës. Përderisa është mirëqenia dhe rahati, nuk e din se çka është prioritet për te. Adhurimi i Allahut apo arritja e qëllimeve të kësaj bote. E kur sprovohet njeriu, atëherë e shef nga mbrenda vetes së tij se cili është prioriteti i vërtet.
A është adhurimi Allahut dhe kujdesi ndaj obligimeve ndaj tij, apo është mirëqenia dhe rahatia, siguria, stabiliteti material në këtë botë? Dhe besoj që e keni të qartë ajeti kuranor ku Allahu dhu xhelal tha: "A hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A menduan njerëzit se është e mjaftueshme të thënë ata besuam e të mos provohen? Shivesh një numër i madh i njerëzve besimtarve, sidomos ata që nuk e kanë kuptuar natyrën e fesë islame, mendojnë se mjafton me thonë jam besimtar, jam musliman, edhe kjo atë me shpëtu. Nuk e ka kuptu se në momentin që dikush për neve i thot vetës jam musliman, jam besimtar, Allahu ka me sprovu, Allahu ka me testu. Pse? Që del shesh e vërteta dhe datë e vërteta nga e pa e vërteta. Se sot bota i ka 2 miliardë e 200 milion musliman. Sikur se të kishim qenë kretë na këta 2 miliardë e 200 milion musliman si duhet, nuk do të kishte mundësi mu vra një fëmijë nga Gaza dhe sot. Asnjëherë. Asnjëherë. Ama pse na 2 miliardë e 200 milion musliman nuk jemi musliman hakikat, një popull shumë i vogël edhe shumë i padëshiruar në botë, bën kërdi dhe masakra një popull pa mbrojtur siç është populli palestinez në Gaza. E tani vijnë këto sprova për më na testu të gjithë neve, edhe unë që flas, edhe ju që ndëgjoni këtu në xhami, edhe gjithë muslimanët kudo që ndëgjojnë këtë porosi. Test, sprov. A jemi të e thonë të vërtetën, edhe i ri mas kësaj që e themi, apo e kemi laf goje, e kemi formalitet, e kemi reklam. Kur i me besimtartë, na e na me ju, like e ki, unë e të përkrahi ty. Kur shkon në tona më të tjertë, dhe të lene bese, kanë marrë shtremt ata radikal, ata ekstremista. Po duhet me avo qefin atyre. Fatkesish, shtu ndodhë në shumë kategori mrenda popullit tonë. Edhe prej xhami e deri në ata që janë pushtet. Kënena shprejnë për kraje, solidaritet, kënena i thënë tjerve, s'kemi që me bo duhet me të regu pak solidaritet, se i kemi aty pari, i kemi lagjet tona, shtëpiat tona, mahallat tona. Megjithse, edhe ky kamuflim që mundet me pas dikush, me thonë kënena me tira shpinës tonë dhe me thonë ecë për para se mirije, edhe në tona me të shajt, nuk zgjatë shumë. I del boja se cilit. Edhe ati që është i sinqert, edhe ati që është dyftësh, munafik. S'ka ndodhë, një histori njerëzimit, pa dalë shesh të vërtetat e fshehura, edhe në raport me të sinqertët, që i kanë fsheh veprat e mira dhe sakrificat e mëdhaja, edhe me në raport me të ligët, me dyftyrshat, të cilat i kanë mshef punë të liga dhe punë të këqija. Nuk ka me gjanë pa dalë shesh. Ndonjë, para se me dalë të Allahu dhu xhelal, atë është mohabet tjetër. Sepse Allahu dhu xhelal ditën e Kiametit ka thënë yawma tubla as-sarair. Është dita kur shfaqen sekretet. S'ngelet gjanë që e kemi thonë, e kemi bën, pa dalë shesh, para gjithve. Bile, si të mos punë e tradhtis, ajo që ka me dalë shesh, po ka më bo shumë e qartë, që krejtë bota me marrëvesh kush ka qenë tradhtari. Ande pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ditën e llogarisë, tradhtarit dhe i vendoset një flamur në vithet e tia. E në atë flamur do shkruan tradhtari. Pro jo vetë që ka mu marrë vesh është tradhtar,
po ka mu bo publike edhe ofenduse ndaj tij. Që të merret vesh se te jem sheh edhe i mundu me kamuflu, edhe ju mundu me mashtru, ama te Allahu nuk kalon mashtrimi jot. Le që është zbulu, le që është marrë vesh, plus i ofendum edhe i nënshmum ke me dalë. Edhe andaj, Allahu dhu gjela tha, a menduan besimtarët se është e mjaftueshme të thojnë ata besuam e nuk do të sprovohen? Do të sprovohemi, si vazhdoi Allahu dhu gjela tha, na i kemi sprovu edhe ata që kanë qenë para jush. Derisa të bëhet e qartë kush prej tyre gënjen, rren dhe kush prej tyre të vërtetën e thot. Andaj sprovat janë mejdani i testimit. Kush e ka imanin e vërtet, deklarimin e vërtet, do të përkatësin e vërtet, identifikimin e vërtet edhe kush e ka fals. Na nuk e kërkojmë sfidën dhe sprovën, lutim Allahun mos me na sprovu as kënd për neve. Mirë po kur të vinë sprovat, del shesh materiali, landa e secilit për neve. Ky zjarm, kjo temperatur, ana shkrin, ana forcon, ana djeg, ana bën ma të qelikt. Se kështu është puna e sprovës, puna e zjarmit. Nëse je qymyr, zjarmit bën hi. Nëse je ari, zjarit pastron. E bën dallimin mes arit original dhe bërlloku që është përzim me ari. E tash, shumë është më rëndësi na me ditë çfarë lande jemi. A jemi ari, a jemi qymyr? Që në sprovën e parë me në ndodhë që me u bohi, Allahu në rujt, ose me zjarin me u pastru, edhe ky arë me shkëlqy, me plot shkëlqimin e vetë, ashtu si që i takon arit e pastër. Edhe, kër e kemi përzgjedh na me folë për pejgamber të Allahu dhu xhelal, ka qenë njëra për qëllimeve kjo. Me kuptu na hoxhallarët, fillimisht, pastaj të gjithë davegjit, hoxhallar dhe xhamat, pastaj edhe besimtarët e thjesht, se me ecë në rrugën e Allahut, me marrë përsipër promovimin e vlerave të cilat i ka shpall Allahu dhu xhelal, dhe me i luftu fenomenet negative, degeneruese, shkatëruese, të cilat paraqiten në shoqëritë njerëzore që nga koha e Ademit a.s. deri më sot dhe deri në kiamet, është një detyrë dhe përgjegjësi goxha e rëndë. Është përgjegjësi që janë lodh shumë njerëz, edhe i ka kushtu shtrenjtë shumë njerëzve. Andaj edhe Ibrahimi a.s. si pejgamberi i Allahut, siç e kena pa më herët me Salihun, e pak më herët me Hudin, e pak më herët me Nuhin alayhi salatu wassalam, dhe e shohim edhe se me Ibrahimin alayhissalam njëjtë ka ndodhur. Kjo rrugë i ka kushtu atij me rreziku jetën e vet. Edhe me qenë vdekja e tij, mbytja e tij e sigurt. Mirë po, e shpëtoi Allahu dhu xhelal. Edhe këtë shpëtim Allahu subhanahu wa taala ka garantuar çdo besimtari. Wa kadhalika nunjil mu'minin, dhe kështu na i shpëtojmë besimtarët. Çdo besimtar ka me shpëtu Allahu dhu xhelal. Mirë po, sa ka me mbetë i besnik parimet e fesë të tij, dhe sa ka mu tut, edhe sa ka mu friksu, edhe sa ka mu nal, edhe sa ka me u rimendu, është puna e tij. E për kësaj pas e varet kush bëhet i madh dhe më i madh, e kush bëhet i vogël e më i vogël, e kush del krejt pirrenit burnis. Na edhe njerë themi Allahu mos na sprovoft, se nuk i ka hije besimtarit me kërku sprovën për Allahu dhu xhelal.
Ama kur të vjen sprova, duhesh më mbështet në Allahun dhu xhelal dhe ai me të mjaftu. Mos më utut, edhe mos me e lidh mendjen dhe zemrën tonë me X-in dhe Y-in për njerëzve. Po me lidh ndihmën dhe shpëtimin vetëm nga Allahu subhanahu wa taala. Andaj e tregon njëjtë për kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i thej sahabeve dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, janë bo njerëzit bashkë krejt kundër juve, keni frikë për tyve. Nuk është një e dy për këtë fiset janë bo bashkë kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve. Edhe kur je pak atë janë shumë, është shumë normale me të kapë friga dhe panika. Mirë po Allahu dhujallë thot, wala takhshawhum wakhshawni. Mos u keni frikën atyre, po vetëm për me e frigoni. Edhe thanë besimtarët, hasbunallah wa ni'mal wakil. E thanë, na mjafton Allahu sa mbështetës i mirë që është madhnia e tij. Pasha Allahu në madh. Jo krejt kjo botë që është sot, po edhe miliona bota si kjo me pas mundësi me u bo bashk, për me i bo dam një besimtarit, nuk kanë mundësi me i bo dam nëse Allahu dhu xhelal nuk lejon. Edhe ja tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhum. Abdullah ibn Abbasi ishte i vogël, 3-14 veçar, babaki ka pas 15 vjet, kur ja ka thonë këtë porosi. Wa'lam anna an-nasa, dije se nëse këtë njerëzit, awwaluhum wa akhiruhum, jinnuhum wa insuhum, nëse këtë njerëzit nga i pari deri te i fundit, edhe e gjinat, edhe njerëzit, ishtemau ala an yaduruka bi shay'in, bën bashk me të bot dam me diçka, lan yaduruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. S'kan mundësi me të bot dam me asgjë tjetër veç asaj që ka caktuar Allahu dhul xhelal. Ç'kjo është akida o vllazni? Me qenë të bindun plotësisht për një me se len yusibana illa ma katabahu Allahu lana, s'ka me na ndodh asgjë veç asaj që ka caktuar Allah. Sprovat e umetit islam janë të shumta, e sprovat që na vijnë neve janë shumë të vogla. Edhe andaj besimtari as nuk duhet mu tut, as nuk duhet mu mërzit, as nuk duhet mu shqetësu, e as me nal hovin e davetit, e as thënjën e të vërtetës, sepse ata s'kan dorë as jetën tane, as riskun tanë. Ata s'kan asgjë në dorën e vetë përveç asaj që ju lejon Allahu dhu xhelal me ndodh. Edhe andaj e përmenda në fillim mes fjalimit, e kemi vendosur me fol për pejgambert të Allahut që me kuptu se kjo rrugë është e vështirë, ka kosto, ama të bën të madh edhe në dunjë dhe në ahiret. Ibrahim a.s. tentun me mbyt, edhe nuk arritën me mbyt. Edhe ju bo edhe ma i madh se sa që ishte, se Allahu dhu xhelal e bëri emrin e tij të përmendur deri sot. Dhe prej kurizit e tij dolën shumë pejgamber që vazhdojnë rrugën e tij, edhe rrugën e pejgamberëve para tij. Deri se u vulos me pas ardhsin më të mirë të tij me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që edhe sot, megjithëse e them me plot gojë se atë sprovat e sotit janë shumë më të vogla se sprovat që kanë pas pejgamberët e Allahut. Por megjithatë, nëse besimtari e ka lidh zemrën me Allahun dhu xhelal, e din se ai i mjafton ka çdo zullumçari dhe se kjo rrugë ka peripesit dhe vështirësit e veta, dhe se fundi i kësaj rruge është triumfi, atëra as nuk mërzitet, as nuk shqetësohet, as nuk ligështohet, por vazhdon i mbështetur në Allahun dhu xhelal me hapru drejt qëllimeve të veta, drejt arritjes së kënaqësisë së Allahut dhu xhelal dhe fitores edhe triumfit të vërtetës me lejen dhe ndihmën e Allahut dhu xhelal. Andaj në mesin e këtyre ajeteve që na
i përmendëm në javën e kaluar, është edhe ky konstatim në këto ajete ku Allahu xhelal njofton se kush largohet nga feja e Ibrahimit a.s. është vetëm se ai që është me ndjelet. Kurse besimtari i vërtet nuk largohet nga feja e Ibrahimit a.s. dhe nuk e refuzon atë. Njeriu i mençur, njeriu që analizon argumentet në vetvete dhe në gjithësi, ai i cili i ndriçohet mendja me dritën e Allahut Dhu Xhelal, ai njeri në momenti që e pranon besimin, nuk e braktis atë më. Zëvend imani në zemrën e besimtarit, e ndriçon atë zemër, shënërrojnë atë zemër, edhe më kur nuk del pra se zemrës. Kur bisedoi Sufjani, Ebu Sufjani me Heraklin, kur e pyeti Herakli, mbreti bizantin, për shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a ka dikush prej tyre që pasi që e pranon fenë e Muhamedit e braktis atë? Tha asnjëherë. Askush, megjithëse ishin të shtypur, të persekutuar, të maltretuar, torturuar në Mekë në fillimin e Islamit, e rrehnin Abdullah ibn Mesudin, e kam gjikosnin Bilal ibn Abi Rabahin, e qanë trupin fisnik të Sumejës radiallahu anha, Jasirin e vran me shigjet, e sahabët tjeri maltretonin me maltretimet të ndryshme, as kujt për tyre as një herë si ka shku mendja me lon Islamin. Rrezik jete, jo pozite, jo biznesi, jo fame, jo pushteti, rrezik jete. As kujt, as një herë si ka shku mendja me braktis Islamin. E tha Ebu Sufjani Heraklit, as një për tyre momenti që ka pranu Islamin se ka braktis ata. E tha Herakli, kështu është zemra e besimtarit e vërtet, me besimin e vërtet, kur të hynë zemrë të dikujt nuk del më pjasë e zemrë. Në lutim Allahun e madhëshën me na e forcu Islamin zemra tona, e me na i orientu zemra tona ka adhurimi Allahut Xhelal. Se na sot për shembull kujtojmë se sot e 100 vjet na kena Mehmet musliman. Mirë po fatkeqësisht na mu sot kemi shembuj të disa njerëzve që deri dje ankon musliman, sot janë më musliman. Këtu të na shkup. Bile ndoshta kanë mendu se edhe e njohin shumë mirë Islamin. Sot mos kanë lidhje me Islam. I ka spravu Allahu Dhu Xhelal dhe kanë praktis Islamin. Andaj duhet me bo dua shpesh që Allahu me ruaj dinin edhe imanin. Se si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna qulubal ibad bejne isba'in min asabi ar-Rahman yuqallibuha kayfa sha. Zemrat e besimtarëve, zemrat e robërve të Allahut, zemrat e njerëzve janë mes dy gishtave të Allahut të gjithë mëshirshëm. I lëviz dhe i ndryshon si don Allahu Dhu Xhelal. Allahu na ruaj dinin e imanin, na i forcoft zemrat tona në hak, se sprovat e kanë edhe këtë qëllim, testimin, sprovimin dhe normalisht eliminimin e falsifikatit. E ki pasi puna e parës, kër e shtin maqin, original, tak fals. Shka i bënës të shkoqë më njëherë? Ska vlerë. Edhe na kejtë him që si maqinat testimit. Original kalon, fals. Bjerë pi lige, qesin pi lige. E Allahu në rudinin e imanin se është kos provash në format të ndryshme, po sprova ma e madhe është sprova e qëndresës në rrugën e vërtet, dhe sprova e guximit me thonë të vërtetën në syt edhe vesht e zullumqarit, edhe sprova është me vazhdu, me kontribu, me urësi, pa e dëmtu as Islamin, as davetin, e as shoqërin.
është pak situata komplekse, mirë po, ku t'jep Allahu përkrahje dhe sukses, ai del faqebardh. Askush për neve nuk ka fuqi vetanake subjektive që pa kërku ndihmën e Allahut dhe përkrahjen e tij me dalë me sukses këto betejë. Ama t'jeni të bindur edhe të kundërtën, se kush i mbështetet Allahut dhe kërkon ndihmën e tij dhe është i sinqert ka uzën e tij, sigurisht ai ka me dalë faqebardh dhe triumfues. Andaj tha Allahu Dhu Xhelal se secili njeri që e pranon besimin në kohën e Ibrahimit alayhis salam, ai ka me vazhdu me qëndru stoikisht këtë fe dhe kur nuk ka me refuzu as një kërkes për kërkesave të kësaj feje. E tani, përballë këtyre njerëzve të vendosur, njerëzve të ditur, e kemi një njeri me karaktere tjera. E përmend Allahu Dhu Xhelal thotë illa men safiha nafsa. Përveç atij që është i marrë me ndjelet. Edhe andaj ka përmend Allahu Dhu Xhelal ignorancën dhe marrëzin si karakteret të këtij njeriu që e refuzon të vërtetën dhe kundërshton atë. Subhanallah, ky ajet që flet për kohën e Ibrahimit alayhis salam, kur ta marrim edhe ta bëjmë skener të realitetit ton, del e njëjta përgjigje. Kush rrin besnik në besimin islam, ai që ka diturim i këtë fe dhe ka burrni si karakter, është i vendosur. Ai vazhdon stoikisht me ndet, burrnisht me ndet këtë fe dhe me përballë me të gjitha fortunat, peripecitë dhe vështirësitë. As fukarallëku nuk ja ndron qëndrimin, e as pasurimi nuk ja ndron qëndrimin. As fakti se është anonim i panjohur nuk ja ndron qëndrimin, e as fama se bëhet shumë i njohshëm nuk ja ndron qëndrimin. Të gjitha situatat, ai është besimtar i vërtet, i sinqert, edhe vetëm në qëllim në jetë e ka me fitu kënaqësinë e Allahut Dhu Xhelal. E këto elhamdulillah kësi bura ka kjo vend dhe kjo popull, elhamdulillah. Dhe sa vinë e shtohen, elhamdulillah. Edhe Allahu i madhëshëm i shtoft, edhe i shpërbleft, edhe i forcoft. Mirë po, përballë këtyre kemi edhe ball, edhe mjaft, njerëz që kanë ignorancë në 4 orë. Plus kanë mendje lehtësi, marrëzi, se akoma se kanë kuptu qëllimin e krijimit të tyre. Akoma ato rendin pas kënaqjes së epsheve dhe kënaqësive fizike të tyre në këtë botë. Dhe nuk e dinë se cili është qëllimi i krijimit të tyre. Andaj kanë ignorancë edhe kanë mendjeletësi. Dhe çka bëjnë ata? Ignoranca i bën ata që mos e njohin vlerën e Islamit. Edhe ta kundërshtojnë atë. Edhe si vlerë nga e cila mund me fitu ata personalisht, edhe si njeri në vete, po edhe si vlerë nga e cila mund me fitu e gjithë shoqëria jonë shqiptare. Pse? Sepse nuk lexon, nuk studion, merret me spekulime, merret me lexime sipërfaqësore, merret me thashëthëme, edhe ja ka shit shpirtin djallit, shejtanit, dhe armiqson Islamin për qëllime dhe agenda tjera tjetër kujt. Edhe normalisht, kur s'kiti pjekuri intelektuale, kur s'ki thellësi intelektuale, atëre ato që i thua dhe ato që i planifikon janë marrëzira, dëshmojnë mendje lehtësinë tënde. Për shembull, e keni vëre tani e 20 vjet. Këta armiqtë e Islamit që me një gjuhë përkthel se quhen islamofoba, mundohen shpeshere me u gjujt në qafë disa xhallarëve. Edhe qëllimi i tyre është që ata me i devalvu si figura me ndikim shoqëri.
Mirë po çka ndodh? Në momentin kur fillojnë ata me përfol një hoxh, edhe me tentue, do thot një fjalim ti me shëndru në skandal, edhe me bo viral, sa ka njerëz që kapen për atë fjallën e ati hoxhës, tu tentu me paraqisi skandal, e shajnë edhe ofendojnë, shumë fish, ma shumë në anën tjetër ka njerëz tjerë që e ngrisin, e duan, e vlerësojnë edhe respektojnë. Edhe këta qafira, armiqtë e Islamit, tu mendu se me këtë veprim që tentojnë të denigrojnë, devalvojnë figurën e hoxhës, ata realisht janë duke ushqy atë figurë edhe janë duke rritë edhe më shumë. Kështu që janë ata në një pozicion prej përballë dy veprimeve që të dy veprimet janë kundërta me qëllimin e vetë, me qëllimin e tyre. Ka këtyre hoxhallarëve që janë punëtorë dhe fatmirësisht ata janë shumë të shqiptarët, elhamdulillah, dhe janë duke ushtu edhe Allahu i shtoft edhe më shumë dhe u ashtoft dijen edhe devotshmërinë, edhe guximin, edhe elanin, edhe vullnetin, edhe urtësinë. Ata janë islamofobat, armiqtë e Islamit, mes dy qëndrimeve. Qëndrimi të parë, mos me reagu karshi tyre, mos me fol. Megjithëse ai shejtani për mrena i nxit me fol. Se kur e shef se filan xhamia po mbushet mrena dhe jashtë. Në filan lagje s'ka pas xhami, u bo xhamia po mbushet mrena jashtë. Filan xhamia u bo xhami shumë e bukur e mrekullueshme e madhe, po mbushet mrena jashtë. Me gjithë presioni që i bëhet të rive, me diskriminime të ndryshme, vazhdojnë ata me u identifiku me Islamin, duke falë namazin, duke pas në trupin e tyre shenjat të kulturës islame, e kështu me radhë. Me gjithë ata tentojnë mi pengu vajzat për shkollimit me shamia, ato vajzat përsëri insistojnë me mbulu me shamia. Këto momente që manifestojnë kulturën fetare islame dhe fetarinë e shoqërisë, ata s'mujnë me duru. Edhe provokohen prej realiteteve që prodhohen vetë-vetiu, në mënyrë të natyrshme, spontane. I ngutë shejtani për mrena dhe nisin me folë. Edhe kur folin, e shajnë, e ofendojnë, e nënçmojnë, e prodhojnë, e fabrikojnë, do thot, krejt zezat e mundshme i përdorin për me arrit qëllimi me diskreditu edhe denigru një hoxh. Rezultati final është krejtësisht e kundërt me atë që ata e dëshirojnë. I rritet fama, i rritet shikojshmëria, i rritet respekti, autoriteti, edhe bëhet edhe më i madh se ka qenë. Kështu që ata nëse s'flasin, Islami rritet. Nëse flasin kundër, Islami rritet edhe më shumë. Do thot na i themi atyre, bëni çka doni. Prodhoni çka doni, fabrikoni çka doni. Çka do që veproni ju, Islamin nuk mund ta zvogloni, as nuk mund ta paksoni, as nuk mund ta dobësoni. Përkundrazi, të flak, zjarri që ju i hidhni, karshi besimtar dhe musliman, hoxhallar dhe xhamat, të flak të zjarrit me të cilat doni t'i digjni ata, i bëjnë më rezistent ndaj temperaturave, ndaj zjarrit. I bëjnë më të përgatitur më ballafaqu me sfidat. I bëjnë më të fuqishëm karshi presioneve. Asnjëherë s'ka ndodhur që ummeti islam nga frika dhe presioni me hub ndonjë betejë ose me dështu ndonjë projekt, e kundërta. Na më shumë i kena gale mirëqenjes edhe rahatis, ajo mundet me na sfidua ose me na testu ma keq, e me na sprovu. Ama sfidat, presionet, trysnit nuk kanë dhënë sukses as kohën e Enver Hoxhës, as kohën e komunizmit të Titos, e jo më sot. Përkundërzi, ne jemi duke pa me sytë e ballit, edhe jemi të ndëgju me veshët tona, se si njerës që deri djenë nuk të kanë folë, nuk të kanë dhonë selam, sot ai me krenarit madhe t'jep selam edhe identifikohet me ty, nga dashuria që ka për ty dhe nga dhimbja që ka nga padrejësia që tentojnë ata me ta boti.
Edhe të desh ata me të ullë, po të ngrisin. Po kjo pse ndodh, o vllazni? Ndodh për shkak se Allahu Dhu Xhelal e ka caktu. E kjo është më e mira në këtë historie. Se Allahu Dhu Xhelal ka caktu se në të gjitha kohërat e rëndësishme të zhvillimit ton kombëtar me mbet hoxhallarët, figurat më të mëdha në udhëheqjen e këtij popullit. Që nga fillimi, që nga shpallja e pavarësisë në 1912, që në udhëheq për hoxhallarëve, dhe se përveç se kryetari i parë i qeverisë ka qenë musliman Ismail Bey Qemali, kryetari i parë i parlamentit parë që është themelu ka qenë imami Muftiu Vebi Dibra. E pe asaj kohe, e deri më sot, vazhdimisht hoxhallarët kanë me mbet udhëheqësit më të mëdhej, më të mirë dhe më të sinqert të popullit. E këta tjerë që tentojnë mi luftu këta figura, këto si përmend askush në histori. Sot mundet me konë X dhe Y me emër dhe mbi emër, mirë për në momentin që përfundon kjo valë e sulmit, ata harohen, a njerëzit e mëdhej mbeten të përmendur. Edhe konë kur imami Vebi Dibra, e Hafez Ibrahim Dalliu, e Hafez Ali Korça, e hoxhallar tjerë ka qenë pjesë e përgatitjes të terrenit për shpalljen e pavarësisë, ka pas njerëz që i kanë shoh. E i kanë kundërshtuar. Ama ata s'mohan men. Ato njerëz të mëdhej mohan men. Edhe sot e njëjta. Ata që shajnë e pengojnë, sidomos ato që janë pa fytyrë, pa emra për rrjetet sociale, që tregojnë mungesën e burrnisë. Mungesën e njerëzimit, njerëzishmërisë, që s'kan guzim me dalë me emën dhe mbi emën me tregu atë që e mendon. Ai mo edhe ma i s'ka mu mojt me në histori. Sepse ai ku s'ka guzim me të kundërshtu ty me emrin dhe mbi emrin e ti, me pozitën intelektuale, shoqërore që ka, nëse ka, me anonimitet, askuj s'ka mundësi me amush me nëse ajo që ta është e vërtet për balë këti që del me emrin dhe mbi emrin e tij. Edhe andaj na ju kemi thonë besimtarëve para 20 viteve. Nuk ban me dalë në rrjetet sociale pa emën, e mbi emën e pa fotografi tone. Se na muslimant nuk kemi tradhtar, as nuk kemi dy fytyrsha, as nuk kemi dy agenda, një publike e një sekrete. Feja jonë është shiqare. Mendimet tona janë publike. Atë që e themi këtu në xhami, e themi kudo që shkojmë. Edhe andaj për argumenteve më të mëdha që na i kemi përballë të gjithë atyre që na sulmojnë është kjo. Se ato që themi në xhamia tona na i incizojmë dhe i publikojmë. Le ta merr vesh këtë bota atë që e mendojmë edhe atë që e themi. Pse? Sepse na atë që e themi jemi të bindur se është e vërtetë edhe është e dobishme, e para, dhe e dyta atë që e themi, për atë që e themi nuk i friksohemi as kujt për njerëzve. Jemi të bindur se është e vërtetë edhe atë e mbrojmë edhe me jetë nëse ka nevojë. Dhe për këto arsye, ky ajet kuranor i nxjerrë njerëzit dy kategori, intelektual dhe burra, dhe ignorant dhe të marrë me ndjelekt. Tash unë edhe ty kena me zgjedh, a kena me kompi të parëve, që kena me vazhdu këtë rrugë deri në fund të jetës sonë, apo Zoti mos e boft kena me dalë nga kjo rrugë, kena me unal nga udhëtimi on këtë rrugë edhe ka me na bisundu ignoranca dhe ka me u shfaq marrëzia dhe mendjeletësia jonë. Allahu Dhu Xhelal për këta njerëz të parët dhe dytët e zgjodhi Ibrahimin alayhis salam me qenë model edhe në këtë botë edhe në ahiret. Edhe vazhdoi Ibrahimi alayhis salam besnikërisht me ecë këtë rrugë me gjithë peripecitë që pat, rrezikoi jetën e vet, por ndërhyri Allahu Dhu Xhelal dhe e shpëtoi dhe vazhdoi ai me thirrjen e tij në tauhid, në monoteizëm dhe vazhduan pastaj bijtë e tij të njëjtën rrugë derisa dolën prej kurrizit të tij edhe izraelitët, edhe arabët,
nga Ishaki, Jakubi e bitë e Jakubit e poshtë, e nga Ismaili, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe krejt ai rrezik që kishte ai dhe ai guxim dhe ai burni, që vazhdoi pa unan, i dha sukses Allahu Dhu Xhelal, që krejt njerëzimi pra asaj kohe deri më sot me pas porosit të lanuna mazvete të udhëzimit Kur'an dhe Sunet, shpallje dhe udhëzime profetike pejgamberike. Në çdo kohë deri në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e prej kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri sot e deri në kiamet, mbet të njerëzimi Kur'ani dhe Suneti si udhërrëfyes të njerëzimit. Dhe për këtë arsye, na lezimin e këtyre ajeteve kuranore duhet me bo me kësaj lloj reflektimish. Mos me lënë si ndodhi historike. Ka ndodhur atëherë dhe kaq, jo. Ajo që ka ndodhur në atë kohë përsëritet në çdo kohë. Edhe shumë është më rëndësi për ne në cilën anë do të pozicionohemi ne. Në anën e të vërtetës edhe e burnisë, apo në anën e ignorancës edhe të kotës. Tash vëllazë, për këtij ajetit e mësojmë edhe një porosi që mendoj se është shumë më rëndësi me spikat, për me konstatuar atë që na vazhdimisht e themi. Për veçorive më të mëdha që ka Islami është se Islami ndërtohet mbi dituri. Edhe andaj na imojmë këto mësime, këto derse, këto ligjërata, që duam që ta rrisim kapacitetin e diturive fetare tek mendja dhe zemra e besimtarëve. Ama ky aktivitet nuk është vetëm i hoxhallarëve. Këtë aktivitet duhet me konkyçën gjithna të gjitha format e mundshme. Edhe na për vete duke mësu pi hoxhallarëve, po edhe na në familjet tona duke i mësu gratë edhe fëmijët e tonë. Edhe në një prej derseve më hershëm ne përmendëm këtë fakt se prindi duhet m'ia pas gajle mësimin, arsimimin, edukimin e fëmijës vet. Dhe kujdesi që ai fëmijë, duke qenë i vogël, të jetë vizitor i rregullt i xhamijave, të jetë pjesëmarrës aktiv në aktivitetet e mektebeve tona, të jetë pjesë dhe pjesëmarrës në shkollat e ndryshme verore, në kurset e ndryshme fetare, është manifestim i kësaj dashurie për diturinë. Edhe dituria dhe mësimi i fesë duhet me qenë pjesë përbërëse e planifikimeve tona familjare. Në çdo shtëpi, kryefamiljari duhet me këshillu gruan e vet, edhe fëmijët e vet, që ata çdo ditë me mësu diçka mbi fenë islame. Edhe gjërat që i bëjnë e i praktikojnë, me i shoshit, me shoshën e argumentit, edhe me pa atë që e bën, a është e sakt apo është gabim. Se përndryshe në momentin që na largohemi nga dituria, i japim hapësirë me u përhap bestytnit edhe veprimet e gabuara fetare. Dhe andaj ajo që na insistojmë në te, që nga fillimi i thirrjes tonë e deri më sot, që 35 vjet plota, është më kjo. Ta ndjekim Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe t'i kuptojmë këto burime fetare sipas kornizave nëpërmes të cilave i kanë kuptuar këto burime brezat e artë të Islamit. Njerëzit më të mirë në historinë islame, ato janë sahabët, tabiinët dhe etba'u tabiinët. Edhe insistimi jonë që ta lidhim besimtarin me argumentin fetar, ajet kuranor qoftë apo hadith i vërtet pejgamberik qoftë, dhe në kuptimin e tyre ta lidhim besimtarin me kuptimin e brezave më të mirë që ka pas Islami, është garanca e vetme që fetaria jonë të jetë e saktë, edhe e shëndosh, edhe produktive. Të gjitha forma tjera nuk mund me dhonë kësi lloj garance, të cilën e jep kjo metodologji. Edhe për atë arsye, edhe njerë për e përfundojmë këtë fjalim tonin me këtë konstatim. Kush don me qeni paluhatshëm në udhëtimin e tij në fenë Allahu Dhu Xhelal,
duhet më pajis me dituri. E para. E dyta, duhet me pas karakter burri. E burnia me qenë karakteri ti, i cili rrin besnik parimit të ti. Është i gatshëm më ballafaqu me sfida dhe peripeci pa luhat në rrugën e ti. Përndryshe, momenti që na largohemi nga dituria, edhe na mungon burrëria, atë prit të devijimin, e lajthitje, e Zoti mos e boft ndoshta edhe braktisjen e krejt islamit. Pra kjo ishte njëra për pjesëve të cilat janë përmend në këto ajete të surës El-Bakare. Koha që keshim disponim përfundoj, në këtu do ndalemi që me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhul Xhelal të vazhdojmë në mësimin e ardhshëm me pjesë tjera të këtij ajeti kuranor, ku jepen këto sqarime dhe këto porosi edhe këto mësime të rëndësishme për të kuptuar këto ajete kuranore, ato tregime pejgamberike edhe për të na ndihmuar në këto realitete që jetojmë na. Elusim Allahun e Madhëshëm, ne e bjetë të dobishme dhe vepra të mira, ne e sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë të mësime porosi. Lutim Allahun e Madhëshëm të gjithë neve na bashkon në Xhennetul Firdaus në shoqëritë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.